nonën time ka nxjerrë fituse, edhe prej atij momentit fshatarët, bashkëfshatarët, familjarët e saj e kanë quajtur shot, duke sjellë në kujtesë imazhin e Shot të Galicës, edhe tash ka shumë familjarë që e thrasin nonën shot. Faktikisht, për me shkrujt e kam pas gjithmonë ëndër, gjatë shkollimit fillor dhe të mesëm, edhe universitar, kam shkruar her pas her hartime të ndryshme. Ka qenë si pasioni imi, edhe poezi, por kohë të fundit jam marrë më shumë me hartime më gjata. Dëshirën për me shkruaj librin e kam pas qyshe vogël, por vetëm me shkruajt një libër, jo saktësisht jetën tonë, po me kalimin e viteve duke pas sakrificën që nona ka bërë karshimie, edhe duke u frymëzuar në jetën time, në dhimbjet e mia, në gjithçka që më ka munguar gjatë viteve, kam vendosur që me shkru dhe me i bë dedikim të dy prindërve, por më shumë i shkon në dedikim nonës, për shkak se pas vdekjes së babit ajo është ballafaquar me krejt sakrificën edhe krejt rritjen time deri këtu ku jam sot. Edhe që vazhdon edhe tash. Nonën time e kanë quajtur Shota. Po, pikërisht du me ndalë, çka simbolizon fjala Shot? Pse e ke lënë titullin kështu? Edhe në libër e kam cek një lojë dizajnuar shumë herët kur nona ime ka qenë e re, me kalirim, mes meshkujve dhe femnave të fshatit, nonën time ka nxjerrë fituse. Edhe prej atij momentit fshatarët, bashkëfshatarët, familjarët e saj e kanë quajtur Shot, duke sjellë në kujtesë imazhin e Shot të Galicës, do të thonë duke krahasu forcën e nonës me ta, edhe kanë filluar pas atij rastit me e quajtur Shot. Edhe tash ka shumë familjarë që e thrasin nonën Shot, edhe kjo ka qenë arsyeja pse kam titulluar librin Shota. E qartë, po sa ka qenë për ty emocionalisht e vështirë me shkruaj këtë libër? Fillimisht e kam nisë me shumë qef, edhe me shumë krenari. Pastaj gjatë mesit të shkrimit të librit, jam ballafaquar me një dhimbje shumë të madhe, sepse në momentin kur flas për humbjen e babait, kur flas për ditën që ai është vrarë, kur flas për momentin që është rivarosur, ajo pjesa ka qenë më e vështirë, sepse babi është rivaros, për shkak se në rrethana të luftës, në momentin kur vdek varroset në mënyrë shumë të shpejtë, edhe në një ambient ku kanë qenë duke qëndruar, domethënë brenda grykës, një ambient që nuk ka pas varreza. Pastaj pas disa muajsh zhvendoset në varresat e fshatit, domethënë atë pjesë kur e kam shkruar zhvarrimin, kur i hapet varri, ka qenë pjesa më e vështirë e mundshme. Po përveç kësaj, gjithmonë jam munduar me ja ditë nonës sakrificën që e ka bë, po kur e kam shkruar librin kam menduar që nuk jam pas kam ditë fare. Do me thonë, sakrifica asaj është shumë se kjo libër. Me qatë. Po, a ka pas ndonjë moment më të vështirë që të ka bo me u ndalë, ndoshta edhe me qajtë në atë pjesë? Po, e vështira edhe momenti kur kam qajtë ka qenë pikërisht kur e kam përshkru rivarosjen, humbjen komplet. Ditën kur babi është vrarë, edhe në fund të librit është edhe pjesa e intervistave që tjertë kanë folë, edhe është njëri ndër ta që tregon saktësisht momentin kur e ka kuptuar që i vrari është Muslebungu, do me thonë babai im, në momentin kur e ka pa dorën e tij, e ka pa orën që ka pas vendos, edhe e ka vret përmes orës edhe dorës një shenjë që e ka pas në dorë që i vrari është babai im. Do me thonë, kjo ka qenë pjesa ku kam qajtë.